Të nderuar teleshikues, përshëndetje, jemi live në 37 shtetet Amerikës, në televizionin ATV Chicago, në të gjithë Europën, në platformat IPTV, në TV Alp, Nimi IPTV, Tringa IPTV, në shumë platformat të tjera televizive për cilat na bëjnë të mundur transmetimin televiziv. Ky është programi Bardezi në sezonin e 2 dhe ky është episodi i parë, ku do të flasim për një temë shumë të rëndësishme globale. Për të gjithë të rinjtë apasionuar kundrejt kriptovalutave dhe për temat e portofolit të digitalizuar, ky do të jetë emisioni juaj ku do të merrni çdo informacion me të ftuarin ton tepër të veçantë. I ftuari jon është Fatjon Kadillari, ekspert investimi, i cili do të na flasë në këtë intervistë për faktorin kohë, trajektoren profesionale që ka kaluar dhe për faktorin investim dhe gjithashtu portofoli digitalizuar. Çfarë është një rrjet kriptovalutash dhe monedat e tjera elektronike për të cilat na bërë një pjesë e pandashme e jetës tonë, dhe nga krahu tjetër është bërë një investim në një sistemi global ku e gjithë bota e modernizuar po kalon në një sistem të një portofoli digital. Si po ndryshon faktori ekonomik global, si po ndikojnë qeveritë dhe politikat ndërkombëtare kundrejt këtij portofoli dhe se sa shqiptarët janë të aksesuar në njohuritë e kriptovalutave, do të jemi sot me Fatjonen. Faleminderit. Nuk ka problem, unë jam me parimi, nuk ka pyetje ignorante, ka vetëm përgjigje ignorante. Okej, super. Se njëri që pyet s'di prandaj pyet. Po, tamam. S'ka sens. Jo pyetje. Okej, meqense tema sot është investimi. Për shembull, për ne njerëzit me që nisem me këto pyetje që ti nuk i quaj të ignorante, po nga krahu tjetër edhe një pjesë e publikut mendon se duhet të kishte më shumë informacione në lidhje me një temë të tillë, ose duke qenë se epoka ka ardhur e gjitha e digitalizuar dhe kur flasim për investimin, investimi përkon edhe një tregu të ri tashmë që është i digitalizuar dhe virtual. Çfarë është portofoli virtual? Çfarë është një monedë virtuale? Në fakt është shumë e drejtë dhe ju e përmendët që ne sfidën më të madhe në Shqipëri kemi çështjen e mentalitetit investimeve. Që do të thotë, nëse ne e kemi të qartë konceptin e mentalitetit se çfarë janë investimet, në thelb funksioni i tyre është i njëjtë. Para shumë kohësh ka qenë dikur letrat me vlerë. Më pas vazhduan të shkojnë disa biznese të ndryshme, disa individ të ndryshëm shkuan tek bizneset dhe deshin të bëheshin aksioner. Në këtë mënyrë paraqitni dosjet sepse atill ishte koha, pra virtuale, dhe nuk jemi në epokën e digitalizimit. Më pas, Warren Buffett, që të gjithë besoj se e njohin, ai kapi epokën e artë të digitalizimit, për arsye sepse ai digitalizoi aksionet. Pra, nga virtuale që shkonin fizikisht tek biznesi dhe bënin bilancet në fund vitit, dhe çfarë do thot në fund vitit, që unë jap një vlerë të caktuar lekësh tek një biznesi caktuar, dhe nëse ai është rritur, unë marr fitimet, nëse ai ka rënë, pra ka humbur, atëherë humb dhe unë bashkë me të. Pra, win-win ose lose-lose, që do thot ose fitojmë të dy ose humbim të dy. Ndërsa epoka e digitalizimit është që ne nuk kemi pse të shkojmë fizikisht, por ne diçka të tillë mund ta blejmë nga interneti dhe ta shesim nga interneti. Ndërsa në këtë format u krijuan dhe stock market, u krijuan dhe bursat, do të thotë Apple, Tesla e kështu me radhë, shumë kompani të mëdha botërore shesin aksionet e tyre në bursa. Që do të thotë çdo kush mund të blerë sipas vlerës që ka. Apple, për shembull, para 6 viteve ishte $61 një aksion. Tani është diku te 217-218 $1. Dollar, domethënë një aksion. E njëjta filozofi vazhdoi me çështjen e kriptomonedhave për dalë te monedat virtuale. Por tashmë bota është bërë shumë intensive dhe njerëzit nuk janë të kënaqur me përqindje të vogla. Për arsye sepse bursat ose stock market shkon diku te 13% në vit mesatarisht, plus ose minus, ndërkohë që kriptomonedhat kanë një intensitet më të madh. Kanë rritje më të madhe, kanë dhe rënje më të madhe. Që do të thotë, ne na duhet një kulturë, një edukim se si ti menaxhojmë. Rritje më të madhe do të thotë 50 fish, 60 fish, 90 fish rritje, por e njëjta gjë është edhe për rënje. Prandaj kur ne investojmë, duhet kemi një kulturë investimi, që investojmë disa vlera të cilat ne nuk na dëmtojnë për veten tonë, por në fund fare pse ta humbim si shans. Dhe kemi rastin e Bitcoinit, para 13 viteve ishte 0.008 cent, ndërkohë tani vlera i shkoi $125,000 dhe tani është diku te $70,000 si vlerë. Pra, monedat virtuale na ndihmojnë ne për të përfituar në kohë.
sa më shpejt. Po, kur flasim për investimin, duam të kalojmë dhe tek risku. Besoj që janë të dyja terminologji të cilat shkojnë paralel me njëra tjetrën. Eksakt. Dhe njerëzit kanë shumë frikë nga çështja e riskut. Si mund të planifikohet një plan i mirëfillt për këtë? Ka një rregull bazik në biznes, në sipërmarrje. Prandaj e lidha më tepër me mentalitetin, se ne na mungon mentaliteti. Një person që ka mentalitet sipërmarrësi e ka shumë herë më të lehtë për të kuptuar edhe kriptot edhe çdo lloj forme tjetër që fitohet lek. Rregulli bazik në sipërmarrje është sa më i madh rreziku, aq më i madh fitimi. Sa më i vogël risku, aq më i vogël fitimi. Pra është në mënyrë proporcionale dhe është tek të gjitha bizneset. Edhe brenda kriptomonedhave kemi mbi 25.000 monedha të ndryshme. Dhe tek monedhat kemi disa kategori. Kemi monedha që janë stabile me risk të ulët, kemi monedha me risk të mesëm, kemi dhe monedha me risk të madh. Prandaj ne i këshillojmë dhe i orientojmë të tjerët në mënyrë që të bëjnë diversifikim të portofolit, të vendosin disa stabile, disa të mesme dhe disa me risk të lartë. Pra, është normale që pjesa e riskut të jetë tek sipërmarrja, sepse është pjesë e kulturës së tyre. Po aktualisht si e përfituron dhe si e koncepton mentalitetin e shqiptarëve kundrejt kësaj fushë? Aktualisht flasim. Në fakt, në Shqipëri ka një sfidë shumë të madhe për shkak të ignorancës së thelluar, për shkak të mospasjes informacionit. Shpesh herë e lidhin çështjen e kriptomonedhave me historikun e piramidave të 97-s, skemat piramidale. E kemi dëgjuar këtë, po. Për arsye sepse aty u shfaq një person dhe i tha na jepni lek dhe ne do t'ja shumë fishojnë dhe këto ndryshe konsideroheshin si të ardhura pasive. Por në këtë rast ne nuk kemi të bëjmë me të njëjtin format. Për arsye sepse ato investime ishin të centralizuara, të qëndërzuara, pra vareshin nga një person. Ndërkohë në rastin e kriptomonedhave ne i kemi të decentralizuara dhe prandaj konsiderohet revolucion botëror, sepse nuk janë pronë e një personi. Shpesh herë bëhet gabim edhe pyetja kur thon kush është pronari i Bitcoinit, kush është pronari i kriptomonedhave, sepse nuk ka. Pra nuk ekziston një pronar. Po nuk ekziston pronar sepse nuk është e nevojshme. Është njësoj sikur të them unë, loja e shahut do të ekzistojë për aq kohë sa e luajnë njerëzit. Por kush është pronari i shahut? Sepse nëse vdes pronari i shahut, atëherë unë s'kam se luaj më shah. Jo, s'ka lidhje fare njëra me tjetrën. E kuptoj. Sepse pronari i shahut thjesht e zbuloi lojën e shahut dhe e shpiku. Ndërkohë që për aq kohë sa e luajnë të tjerët, ajo është ekzistente. Ose si çështja e internetit. Kush është pronari i internetit? Ne e përdorim internetin, sepse çdo kush mund ta përdorë. Ai që e shpiku, ai ka ndruar jetë dhe nuk ekziston më dhe nuk është pronë e tij. Pra, kështu është edhe çështja e kriptomonedhave që do të thotë është diçka e decentralizuar. Krijohet një aplikacion që është open source. Dhe ky aplikacion në Bitcoin Score mund të hyjë çdo kush dhe ti mund të bëhesh pronar i të gjithë sistemit, pra i gjithë blockchainit. Dhe kjo është çështja e blockchainit që është jashtëzakonisht shumë e bukur. Dhe ti bëhesh pronar dhe ti ke kodet e tua dhe ti nuk ndryshon dot diçka nëse shumica nuk bien dakord ta ndryshojnë. Sepse nëse dikush e shet, i ngelet pakicës çështja e Bitcoinit dhe vazhdojnë ta tregtojnë dhe të përfitojnë nga vlera e tyre. Pra për aq kohë sa ka shitje blerje, aq kohë do të ketë edhe kriptomonedha apo do të ketë edhe Bitcoin e kështu me radhë. Pra kjo është diferenca. Aktualisht të rinjt shqiptar si e kanë qasjen e tyre kundrejt monedhave virtuale dhe këtyre llojeve të investimeve? E para që përmendëm ishte çështja e mentalitetit e brezi vjetër si skema piramidale, ndërsa te të rinjt, që bëhet mirë që e specifikuar, e konceptojnë si diçka çështje kumari, që do të thotë ata mendojnë krahasojnë totalisht me diçka tjetër. E krahasojnë komplet me çështjen e kumarit, sepse i ngjet si e tillë, sepse realisht për fat të keq, shqiptarëve u duket shumë e lehtë që të fitojnë lek me strategji, sepse janë mësuar me konceptin hard work dhe jo smart work. Në fakt ne tani duhet të kalojmë te smart work. Pse smart work? Sepse duhet kemi një kulturë bazike mbi financat, në mënyrë si qarkullon paraja, si lëviz leku, në mënyrë që të kuptojmë smart work, në mënyrë që hapat t'i bëjmë shumë të shpejta. Kjo nuk do të thotë se hard work është diçka e pa logjikshme ose e pa arsyetueshme, sepse normalisht kërkohet që të punosh fort, por nga ana tjetër duke u lidhur me inteligjencën ne përfitojmë shumë hapa dhe atyre i duket e çuditshme, për arsye sepse tentojnë 2 herë, 3 herë pa informacion, me ignorancë, dhe në këtë mënyrë ata humbin parat e tyre. Dhe duke humbur parat e tyre, atëherë automatikisht dalin konkluzion që diçka e tillë nuk ja vlen. Për arsye sepse 90% e njerëzve që hyjnë në tregtinë e kriptomonedhave hyjnë pa një plan, pa strategji. Rasti më i afërt ishte mbrëm, më shkruan dikush dhe thotë kam humbur lek dhe jam shumë i lodhur nga kjo punë, ishte nga Kanadaja.
I thash të bëj një pyetje dhe mund ta shohim edhe mesazhin bashkë kur të mbaroj. I thash të bëj një pyetje, po tha. Këto që ke investuar, a ke patur një plan? Jo, tha fare, nuk kam patur plan. Çfarë kam dëgjuar nga rrjetet sociale? Prandaj një nga metodat më të vështira për të investuar në kriptomoneda janë të dëgjosh vetëm rrjetet sociale. Për arsye se ne e dimë që rrjetet sociale janë për klikime. Dhe thon lajme që janë mashtrim dhe janë të rreme. Për këtë arsye prandaj ne kemi krijuar një grup specifik në WhatsApp, kemi krijuar një staf që të gjitha lajmet që i marrin nga WhatsApp-i jon janë lajme zyrtare sepse stafi i ka verifikuar. Dhe pse verifikohen në websajtet e tyre, verifikohen në të dhënat zyrtare, kështu me radhë në mënyrë që ne të mbrohemi dhe të dimë cili është lajm zyrtar dhe cili nuk është lajm zyrtar. Se në momentin që del një monedhë dhe thotë do bëj kontratë me Mastercard, nëse është lajmi i vërtet, okay, ka ndikim, por nëse është lajm mashtrim, shumë njerëz e blen kot. E blen pa arsye dhe më pas ajo i bie çmimi dhe aty ngelen. Pra kjo është logjika. Prandaj të rinjve shqiptarë ne i themi që të investojnë tek edukimi. Pra edukimi është monedha më e mirë që ata mund të investojnë. A ekziston një sistem i ngjashëm ata arsimor ku mund të marrin më shumë informacion ose një edukim rreth menaxhimit të këtyre platformave, le të themi? Patjetër, ne kemi krijuar këtë lloj sistemi, e kemi krijuar për të vetëm në arsye në mënyrë që të mbrojmë shumë individ. Ne kemi parasysh ngjarjet që ndodhen në Shqipëri që ishin Xuex, 2X e kështu me radhë që individ të ndryshëm imitonin websajtet dhe duke shfrytzuar ignorancën e të tjerëve, i thoshin që ju po investoni në kriptomonedha, po në fakt ata nuk po investonin në kriptomonedha. Ata thjesht po ja hidhnin lekët, transferonin lekët e tyre tek njerëzit dashakeqës. Dhe kjo ndodhi një humbje goxha e madhe parash për arsye sepse njerëzit nuk kishin edukim. Mjafton që të kishin edukim, ata do të kishin mbrojtur shumë vlerat të parave tyre dhe ata që na kanë pyetur realisht kanë përfituar shumë, sepse nuk kanë investuar. Ndërsa ata që nuk kanë pyetur dhe kanë menduar që unë i di të gjitha, siç ndodh në Shqipëri, shqiptarët thonë, ne i dim gjitha, çfarë do lloj profesioni, çfarë do lloj zanati, ne i bëjmë gjitha vetë, nuk ka nevojë pse të shkojmë te një profesionist, atëherë normalisht që dëmi do të jetë shumë herë më i madh. Ti përmende më parë edhe riskun, a ka rregulla të arta për çdo investues të ri që duhet të ndjekë një strategji të caktuar për të bërë një plan afatgjatë investime? Patjetër, gjëja e parë është plani. Shumë njerëz, më beson, 90% e njerëzve hyn pa plan, hyn emocionalisht. Dhe prandaj Hajta provojmë. Hajta provojmë dhe thjesht kanë dëshirën e madhe për të fituar 50 fish, 700 fish. Më ndodhi para 2 ditësh, takoj një person, më njohu dhe më tha, ha si po shkon Bitcoin, i thash, a ke investuar? Po tha, kam investuar. Sa kohë ka që ke hyrë, sepse ne duke ditur të dhënat e dim shumë mirë se si është plus apo minus, mjafton të na thot ku ka hyrë dhe në çfarë kohe ka hyrë. Po. Dhe tha, para një viti. I thash, para një viti duhet të jesh me fitime, i thash. Po. Jo, tha, s'jam me fitime, tha. Po pse? I thash, si ka mundësi, sa i ke vlerë, dhe kishte një vlerë modeste sepse ishte kamarier diku. Dhe kishte një vlerë $200. I thash, ato duhet të jetë rritur patjetër ty. Po tha, më shkuan $800, tha, dhe nuk i shita. Nuk i kishte shitur, i mbajti, i thash pse? Për arsye tha se mendova se do vinin shumë, tha, $20,000, $50,000. Okej, thash. Nga $200 ka shkuar vlera $800 brenda një viti. Nëse ti do kishe $20,000, do të shkonte $80,000. A do i shisje? Po patjetër që do i shisje ata. Sa të shkonin 2 fish. Atëherë, çfarë ndodh një gabim profesional që e përmend strategjinë, sepse shumica e njerëzve fokusohen tek vlera e lekut, sasia e lekut dhe jo te përqindja e rritjes. E kuptoj. Pra në momentin që ty nga një $200 të është rritur $800, do të thotë që është rritur 400%. Pra, atëherë do të thotë që është një vlerë e konsiderueshme. Edhe nëse kishe $2 kanë shkuar $8, duhet të përdorësh strategji. Cilat janë strategjitë që ne përdorim në aspektin teknik dhe profesional? Ne për çdo rritje në një vlerë të caktuar bëjmë një shitje, një përqindje të caktuar. Dhe për çdo rënje ne bëjmë riblerje nga ato që ne kemi shitur më sipër dhe kështu ndërtohet një plan i mirëfillt. Pra ti shet dhe ble, dhe kështu ti dal nga dal shton edhe numrin e monedhave dhe ndërton një plan strategjik të mirëfillt. Në mënyrë që mos ecësh me parashikim. Sepse shumica ecin me intuit. E ndjej unë që do rritet, më thot dikush fut te kjo monedhë se do rritet. I thash pse? Se duhet të ketë një bazë logjike, një argument, një veprim, një kontratë. E ndjej unë, tha. I thash, okay, hidhi lekët këtu te rruga, i thash se kur të vish pas 2 ditësh do i gjesh 10 fish. Po pse, tha, e ndjej, i thash, unë kam parë një ëndër edhe hidhi këtu. Jo, tha, kjo s'është e logjikshme. Atëherë kështu duhet të funksionojmë edhe në biznes, sepse në fund fare janë para. E vërtet. Atëherë, unë doja të pyes edhe në lidhje me shtetet e tjera të Europës dhe krahasimisht edhe me Shqipërinë.
Ku ndryshojnë dhe si është bërë strategjia e shteteve të tjera dhe sa mbrapa jemi ne me investimin e një portofoli virtual? Shumë pyetje e bukur në fakt, të komplimentoj për arsye sepse ne në çfarëdo lloj fushe duhet kemi parasysh botën e madhe. Pra të kemi globalizimin. Shpeshherë duke menduar vetëm këtu brenda Shqipërisë, ne i kufizojmë aftësitë tona, vizionin ton, imagjinatën tonë. Në raport me Shtetet e Bashkimit Evropian dhe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne jemi tmerrësisht mbrapa. Ne jemi tmerrësisht mbrapa edhe në stock market, edhe te aksionet, edhe te bursat, jemi shumë mbrapa dhe për shkak se na mungon kjo njohuri, atëherë ne penalizohemi edhe te kriptomonedat. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më të familiarizuara me stock market, janë më të familiarizuara me aksionet e kështu me radhë, dhe disi e kanë më të zbutur qasjen edhe ndaj kriptomonedave. Duke theksuar se vetë SBA-ja i vendosi si aset shtetëror kombëtar, që do të thotë i vendosi dhe i konsideroi në të njëjtën vlerë me Floriri. Unë e kam theksuar edhe më përpara dhe tani doli që është e vërtet për arsye sepse në thelb ato funksionojnë njësoj. Edhe Floriri, goldi i digitalizuar, edhe argjendi i digitalizuar, edhe nafta e digitalizuar që ne kemi mundësi ta blem, kanë të njëjtin funksion në vetvete. Dhe çfarë po ndodh tani? Shumica e bursave ose e kompanive e aksioneve ose kanë krijuar monedat e tyre ose kanë investuar me miliarda dollar tek disa kriptomoneda të caktuara, që do thotë tashmë po përzihen shumë gjërat, për arsye sepse në thelb ato janë të njëjta. Thjesht ndryshon ritmi dhe intensiteti. Pra ato janë projekte dhe kemi shumë kriptomoneda që kanë investitor, kompani të mëdha që janë të bursave dhe të aksioneve. A mendon se do të ketë një trend në të ardhmen, vitet e ardhshme për të funksionuar pa parakesh, por me digitalizimin e sistemit monetar? Unë mendoj që kjo është e pashmangshme dhe është e domosdoshme. Për të vetëm arsye sepse përfiton në kohë. Kam qenë në Kinë dhe aty çdo gjë ishte e digitalizuar. Pagesat ishin nëpërmjet telefonit, nuk kishe më as karta fizike, kartat e bankës e kështu me radhë. Dhe diskutimi për bankat e banka tradicionale, nëse nuk updatohen, shumë shpejt do të ngelen jashtë tregut, për arsye sepse kanë ritëm shumë të ngadalt të zgjidhurit të gjërave. Dhe një nga revolucionet të kriptomonedave është pikërisht kjo, sepse ka transaksione shumë të shpejta, 3 deri në 5 sekonda, mund të shkojnë lekët e mia nga këtu në Amerikë, nga këtu në Kinë. Dhe taksa që unë paguaj nuk ka të bëjë me sasinë e madhe. Si mendon ti, sa taks mund të paguash në kriptomoneda për një vlerë $500.000 ose $1 milion? Kot imagjinata jote. Nuk e kam ide fare. Një imagjinat. Ndoshta 1.000 euro? Nuk ka problem. 1.000 euro. Unë po them më pak. As 100 euro, as 10 euro, as 5 euro, vetëm $1 për transakcion. I gjithë komisioni? $1 milion, i gjithë komisioni $1. Ka dhe rrjete networke që ne i quajmë që e kanë dhe falas në mënyrë që të promovojnë sistemin e tyre. Por taksa më e madhe është $1 ose $0.9. Ne po dalim më shumë të humbur të euro kur thujmë 50 euro na merr gjithë të lekëve. Pikërisht, kjo është arsyeja pse konsiderojnë revolucion në botë. Për arsye sepse transaksionet janë shumë të shpejta. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi lufta botërore dhe ne e dimë që krizat ndikojnë. Dhe ne prisnim që Bitcoin shkonte $35.000. Dhe u habitëm në momentin që ai nuk ra. Po përkundrazi rezistoi për të vetëm arsye sepse kur pam të dhëna dhe statistika se çdo gjë është transparente, numri i transaksioneve ishte shtuar jashtëzakonisht në luftë. Sepse transaksionet fillojnë të bëhen më të besueshme nëpërmjet kriptomonedave kur ka luftë, për arsye sepse aspekti tradicional kur nuk funksionojnë do të thotë që është e pamundur diçka e tillë. E kuptoj. Prandaj digitalizimin e shoh patjetër një domosdoshmëri sepse përfiton në kohë. Sa e rëndësishëm është Fation për ty biznesi online në ekonominë moderne? Në fakt, iniciativat e mia në 2019 kanë qenë edhe duke u këshilluar nga njerëz të biznesit që kanë biznese fizike, mbi 200 punëtorë kështu me radhë, dhe këshillat e tyre, që unë i kam dëgjuar me shumë vëmendje, sepse ata tashmë janë në treg dhe e kanë parë se çfarë do thotë një sipërmarrje e madhe, ka qenë pikërisht smart money. Çfarë do thotë smart money? Do të thotë që ne të shikojmë mënyrat më të shpejta, më të shkurta dhe më të lehta për të fituar para.
normalisht legale të lejushme. Nuk po flasim për po, format të palejushme, sepse të del rruga më e gjatë dhe dëmi dhe kosto dhe fatura është shumë herë më e madhe. Ne po flasim në kushte komode, që përderisa janë mundësit, pse mos t'i shfrytëzojmë ato. E qartë. Siç ndodhi me Amazonën, siç ndodhi me Alibaba e kështu me radhë, që u kthye në një kompani super gjigante vetëm nëpërmjet virtualizimit të çështjes. Tani është diçka shumë interesante. Në Amerikë, për shembull, dëgjova nga një kolegu im që sepse ne diskutojmë shpesh për biznesin online. Biznes online do të thotë pse duhet të dalun nga shtëpia. Biznes online do të thotë pse duhet unë të vishem, sepse jam presion të orës se duhet shkoj t'i raportohem te ajo godina që është me mure, e kështu me radhë. Biznes online do të thotë që unë punoj kur dua, si të dua, në çfarë orari të dua dhe jam vetë si përmarrësi vetes time. Dhe nëse dua të dal, nëse dua të ri dhe nuk më kufizon me lokacion. Do me të shkoj ku dua, punoj në kafe, punoj në pishin, punoj në buzdetit, punoj kudo. Prandaj biznesi online është një nga format më të mira. Dhe më habiti ai kolegu kur tha në Amerikë shesin naft online. I thash pse dhe si po ka makina që ngelen për naft. Dhe në këtë mënyrë ky ja çon online, hyn direkt atje te aplikacionet e tyre dhe porosit online, sepse ndonjë herë që edhe distanca mund të jetë e gjatë kështu me radhë, dhe ti e lap karburantin dhe shkon zero në këtë lloj forme. Po interesante mënyra se si i qasen. Që do thotë çdo gjë mund të reklamohet online dhe ne nuk kemi pse të lëvizim nga shtëpia, ndërkohë që ka një sistem që punon dhe ta thjeshton komplet. I kryen dhe sepse ne dhe mjetet teknologjike po i shohim që po përfitojnë në kohë. Pra dikur robat lajshin me dorë, më pas doli një mjet që i vendosnim robat aty brenda dhe i lante, mirë po tani kanë dalë lavatriçe të cilat ne nuk kemi se të shkojmë aty ta ndezim, por ndërkohë që ne mund ta ndezim edhe nga telefoni. Kjo është ideja. Ne edhe dritat mund t'i ndezim nga telefoni dhe mund t'i fikim. Imagjino kur hike dhe ke harruar diçka, sobën ndezur apo drita ndezur. Duhet vit dikush dhe kjo përkthehet në kohë. Duhet vit dikush ta shoh a e kanë lënë hapur apo jo sepse ti nuk e mban mend. Dhe pastaj ta fik ose ta ndez. Ndërkohë që diçka të tillë ti mund ta bësh me një klik dhe informohesh në kohë reale nga kamerat që ke të shtëpia dhe e fik ose e ndez dhe ke sistemin që e ke lënë hapur dritën apo hekurosjes e kështu me radhë. Pra ne duhet të mundohemi të përfitojmë sa më shumë në kohë, sepse koha është vetë jeta. E nëse përfitojmë, do të thotë që ne jemi më komod dhe kemi mundësi më shumë për të qëndruar me familjen, për ta shijuar më tepër jetën, sepse vitet ikin shumë. E përmend faktorin kohë si diçka shumë të rëndësishme që edhe kurse ende mund ta shpenzosh për diçka tjetër, pa mendon se ky risk i shpenzimit ose kursimit të kohës dhe shpenzimit të teknologjisë për ta bërë jetën tënde më eficiente, ndoshta na bën ne si njerëz më të embël për të kryer disa ndoshta aktivitete që ndoshta mund të kishin bërë dhe vet. Mendon siç ishte trendi i rrjeteve sociale, duke përdorur vazhdimisht varësia që ne kemi pastaj nga online dhe nga çdo gjë online mund ta bëj pak më të stepur për të kryer aktivitete më normale të një jete më normale. Qasja është e drejtë, por unë mbështes dy teza shumë të rëndësishme. E para, në momentin që ne kemi një mjet, nuk mund të justifikojmë qëllimin ose ta vrasim mjetin për të realizuar qëllimin tonë. Pra problemi nuk e ka mjeti. Supozohet TikTok, Instagram, rrjetet sociale, problemi nuk e ka mjeti. Pra ne nuk mund të pezullojmë dhe shkatrojmë zhvillimin për shkak të njerëzve. Ne duhet të orientojmë njerëzit. Duhet të ndërgjegjësojmë njerëzit, për shembull, thika e bukës është për të prerë bukën. Po nuk mund ta eliminojmë thikën ne për arsye sepse dikush vrau një person me thikë. E kuptoj. Pra nuk mund ta vëmë një ligj dhe s'ka më thika në Shqipëri, për shembull. Atëherë ne duhet të orientojmë njerëzit dhe duhet i kanalizojmë atje ku ata kanë dobishmëri në vlerat e tyre. Prandaj edhe shpejtësia, edhe teknologjia, ne shkojmë në palestër, dikur puna, pse duhet të punoj unë nga halli, nga nevoja, punë të rënda fizike, ndërkohë që është një mjet që e punon tokën, është një mjet që merr pesha të rënda, siç janë vinçat, skavatorët e kështu me radhë, sepse kjo më jep kohë, ndërkohë që unë nëse dua të punoj me trupin tim dhe kjo duhet kthehet një kulturë, mund të dal për vrap, për qef, mund të punoj diçka po për qef, dhe ka tjetër perceptim për qef dhe ka tjetër perceptim kur punon nga halli, nga nevoja, sepse je i mërzitur, je i stresuar, ndërsa nëse kthehet kulturë, kthehet për shkak të edukimit që ne kemi, për shkak të formimit që ne kemi marrë. Prandaj nuk e shoh si formë rrezikshmërie, por e shoh si një formë që ne duhet ta shfrytëzojmë dhe tani jemi në një fazë tjetër. U shpikën robotat, u shpik teknologjia, tani jemi në fazën si mundet që këto të kthehen në shërbim të njeriu, dhe jo njeriu në shërbim të mjeteve. Ky është fokusi jon. Dhe këtu na duhen të punësojmë njerëz,
të punësojmë grupe sociale, shoqërore që të mendojnë jashtëzakonisht se si të gjitha këto të mirat materiale, shpejtësia, ritmi, teknologjia, robotizimi, sepse nga robotët tmerrojnë njerëzit, Po. është pikërisht duhet t'i kthejmë në dobi të njeriut. Po. Kjo është e gjithë. Edhe përgjigja jote në fakt është shumë e vërtetë dhe më pëlqen shumë që edhe njerëzit të marrin një mesazh tillë tek e fundit sepse gjithmonë jemi të frikësuar nga ndryshimet, qofshin të krijuara për mirë, po ne duhet të marrim gjithmonë më të mirën. Besoj se ka të bëjë dhe mënyra se si ne ja krijojmë funksionalitetin çdo gjë që krijohet. Nëse dobishmëria është e mirë, pse mos praktikohet? Se kemi vënë re që edhe varësia e rrjeteve sociale u bë duke hapur vetëm aspektet negative, po ka krau tjetër ne ka bërë jetën dhe çapi. Eksakt, ne po flasim për varësinë, por varësinë nuk e ka fajin rrjeti social, sepse varësia është dhe dembelizmi. Varësia është edhe, ku diun, në momentin që ti harxhon kohën kot ndaj dikujt tjetër. Varësia është edhe ndaj ushqimit të keq. Fast foodet e kështu me radhë. Atëherë nuk do të thotë se ne do mbyllim gjitha ushqimet, gjitha fast foodet. Atëherë do të thotë që ne duhet të kthejmë fokusin te ndërgjegjësimi i njerëzve në mënyrë që ata ta kuptojnë që në këtë jetë çdo gjë që është përreth është në shërbim të njerëzit, çdo gjë materiale, ndërsa e kundërta është dëmtim për njeriu dhe jo njeriu të jetë në shërbim të tyre. Për shembull, leku, paraja, pasuria është në shërbim të njeriu. Makinat e bukura apo çdo gjë tjetër janë në shërbim të njeriu dhe jo e kundërta. Që njeriu të jetë në shërbim të një makine të bukur. Pra ta kthej sforcarje, ta kthej vështirësi, të humb shumë njerëz rrugës, pra të vendos bryla e kështu me radhë, pra të humb shumë miqësi rrugës dhe në fund fare ta marrë atë mjetin dhe është i vetëm. Pra këtë duhet ta mësojmë ne, edhe të rinjt shqiptar, në mënyrë që ne t'i shërbejmë vetes tonë dhe jo vetja jon t'i shërbejmë mjeteve. E qartë. A është e mundur të ndërtosh një biznes pa kapital fillestar? Në fakt kjo është e mundur. Unë kam patur dilemat e mia sepse unë jam zënës që kam mësuar me mesatare mbi 9.2 dhe aspekti intelektual shpesh herë të penalizon në momentin që ti nuk je brenda në fush apo në praktik në sipërmarrje. Sepse ana logjike shpesh herë kërkon racionalitet dhe kërkon siguri. Dhe kjo është e drejtë edhe është krijuar njeriu në këtë formë që të ketë racionalitet dhe siguri. Mirë po, disa gjëra në jetë, në praktik, nuk mund të zhvillohen dhe nuk mund të kenë sukses nëse nuk vazhdon të ecësh pa racionalitet. Pra nëse nuk riskon, nëse nuk merr gatishmëri për të humbur. Pra ti je i ndërgjegjshëm që unë do të humb diçka që të fitoj diçka tjetër e kështu me radhë. Dhe për këtë arsye thash që unë kam qenë gjithmonë në debat që a mund të krijohet një sipërmarrje pa investime, sepse mendoja që sipërmarrja është pronë atyre që kanë investime ose ja ka lënë dikush, ja ka trashëguar dikush e kështu me radhë. Por më vonë kuptova që ideja është pasuri. Pra nëse ti ke një ide dhe fillon ta zhvillosh atë, nuk ka nevojë të kesh kapital. Për arsye sepse tregoj një shembull shumë të thjeshtë. Tregohet mund të bësh biznes pa kapital. Si? Në momentin që dikush het makina dhe ka makina. Ti duhet të shkosh të gjesh njerëzit. Atëherë të shkosh të gjesh njerëzit, qoftë edhe në kafe mund ta bësh diçka të tillë. Mjafton ti ke një telefon, mjafton ti bësh foto makinave dhe i mban në seri, të bësh një sistem të mirë, informacion të mirë dhe nëse ti shkon te ai që shet makina dhe i thua nëse unë të gjej një klient, ti do më japësh një përqindje X të caktuar po ai tjetër. Kjo është ideja dhe kështu kanë lindur edhe agjentët imobiliar të real estate. Pra ata nuk kanë asgjë parimisht, ata shkojnë te pronari që ka nevojë të shes pronën dhe shkojnë te blerësi që ka nevojë të blerë një pronë. Disa ide shumë të bukura. Çdo gjë, edhe ai që shet divan, krevat, shkon tek mobileria, sidomos për çunat e rinj, dhe i thua, po, çfarë ke ti këtë? Unë do t'i bëj foto, do t'i marketoj e kështu me radhë do gjej klient. Dhe këtu ka të bëj pasaj çështja e kreativitetit, që do thotë, unë duhet të rri me njerëz të biznesit, duhet të shikoj gjithë ditën në TikTok, dalim te TikTok. Unë TikTok duhet të shoh ide biznesi, duhet të shoh sipërmarrje, duhet të shoh ide kreative, duhet të shoh si mund të bëj lek para pa pasur ekonomi në fillim e kështu me radhë. Dhe këtu pastaj dalim që na ndihmojnë rrjetet sociale për të arritur qëllimet tona. Sepse algoritmi është diçka i mahnitshëm, që atë çfarë ti kërkon atë të nxjerr në rrjetet sociale. Pra kështu është edhe jeta. Kështu është edhe jeta. Atë çfarë ti kërkon, ajo do të dalë. Nëse ti thua si mund të ndërtojmë në një biznes pa patur kapital, po mund të ndërtojmë. Ka shumë njerëz që nga ana tjetër, dhe kjo është e habitshme, që kanë kapital,
por nuk kanë njerëz t'ia besojnë që t'i realizojnë këto kapitale, kundrejt një përqindje të caktuar, normal, se do ndahet. Por ekzistojnë këta. Dhe prandaj them në këtë aspekt del që po mund të ndërtosh edhe pa patur kapital. Thjesht kesh dëshirën, ambicien, durimin dhe vendosmërinë dhe patjetër që realizohen. Si e shikon kriptovalutën 10 vitet e ardhshme? Duke parë historikun se çfarë ka ndodhur dhe duke ditur shumë lajme dhe informacione që ne kemi ne, mund të t'jap vetëm një shembull të thjeshtë pse kriptovalutat do të jenë bum i madh dhe e ardhmja. Për arsye sepse ne jemi në situatën që gjithë investimet në dollar, të gjithë investimet në investimet pasive, që janë floriri, argjendi, nafta e kështu me radhë, shkojnë diku te 232 trilion totali në botë janë investuar. Ndërkohë në kriptomoneda ne jemi në 2.3 trilion. Pra sa po ka filluar? E kuptoj. Imagjinoni pak sikur vetëm 5 trilion nga floriri, investitorët të blenë kriptomoneda. Do thotë, ne kemi trefishin e vlerës së kriptomonedave që janë tani. Që do thotë nga $100.000 që është mesatarisht Bitcoin, shkon $300.000. E kështu me radhë. Imagjinoni pastaj nëse hyn retailat, që do thotë qytetarët, individët, tregtuesit e thjesht, sa trilion mund të bëjnë ata në momentin që bëjnë blerje. Imagjinoni pastaj që ka tendenca që në çdo shtet, përveç se po zyrtarizohet dhe po bëhet legjitime dhe ka një nen specifik që mund të bëhen transaksionet edhe nga bizneset, imagjinoni tani kur të adaptohet nga bizneset dhe kur të adaptohet edhe nga bankat. Mjafton një bankë të bëj kontratë me një kriptomonedë dhe të gjithë klientët e saj automatikisht do shkojnë edhe tek kriptomonedat. Një biznes të bëj kontratë me kriptomonedat, atëherë automatikisht gjithë klientët e tij do shkojnë do bëjnë klient në kriptomonedat, sepse kriptomonedat janë edhe për transaksione, nuk janë vetëm për investime. Disa i shfrytëzojnë për investime, disa tjerë i shfrytëzojnë për transaksione. Prandaj, personalisht nga informacionet që kam, e shoh jashtëzakonisht një të ardhme shumë të madhe dhe shumë të frytshme për arsye sepse bota po shpejton. Pra nuk është më në trendin e ngadalt. Pra ne po i shohim të gjitha gjërat po bëhen shumë shpejt. Pra edhe rritja ekonomike duhet jetë shumë e shpejt, edhe realiteti, sepse bursat me 13% do të thotë që në 100.000 euro në fund të vitit unë ose fitoj 13.000 euro ose humb 13.000 euro. E qartë. Nëse shkon 2 vjet do të thotë që mua më ngadalsohet e kështu me radhë, ndërkohë që njerëzit janë bërë më intensiv, pra janë bërë më të shpejt dhe kërkesat e njerëzve janë më të shpejta sepse tashmë diçka e tillë konsiderohet shumë boring, shumë e mërzitshme, që unë pres 2 vjet e kështu me radhë. Madje edhe cikli që ka qenë në kriptomoneda tradicional, një herë në 3 vjet ose një herë në 4 vjet, tashmë është thyer. Se nuk kanë më durim, njerëzit presin 3-4 vjet që të ketë një cikël të madh. Tashmë ne kemi fituar në çdo vit ka patur rritje dhe rënje të mëdha. Fation ti kem bik 13-14 vite që operon në këtë fushë? Jo, 14 vite janë Bitcoinit që kanë dalë, ne kemi hyrë në 2019. E kuptoj. Dhe në 2016 ne kemi filluar të ndjekim. I ndiqnim pa investuar dhe shikonim që po rriteshin dhe 2019 në momentin kur kemi hyrë në treg ka qenë pikërisht viti kur institucionet kanë filluar të hyjnë në treg. Dhe logjika jon ka qenë e tillë që, frika jon ishte mos i humnim gjitha. Dhe logjika ishte e tillë. Nuk kemi të bëjmë tashmë vetëm me individ karrierist që ka $1 milion, $2 milion dhe i futi për qef ose i fitoi të gjitha ose i humbi të gjitha. Por tashmë filluan të hyjnë institucione serioze që kanë një këshill, kanë një komision dhe biznesi ka një historik dhe biznesi nuk bën lojra, i themi ne në gjuhën popullore. Pra nuk bën diçka karrieriste për veten e tij që ose e fitoi gjithë biznesin e shumë fishoi ose humb gjithë biznesin. Jo, sepse në biznes ka vite të tëra mund, ka vite të tëra ndjekje dhe kur hyn institucione dhe kompanitë serioze, atëherë ne tham po, është momenti i dur për të hyrë dhe kemi bërë realisht veprimin më të dur që kemi hyrë në treg. Dhe ka qenë shumë miq e shok që ne kemi thënë që të hyni në treg. E kuptoj. Dhe normalisht bëndaj logjike se nuk ka rregull në asnjë biznes që të hysh all in. Pra ti do hysh aq sa ke mundësi që edhe nëse vonohet kjo vlerë e caktuar, ty të mos të dëmtoj. E qartë. Pra të mos kesh presion ekonomik, të mos kesh frikë që edhe nëse vonohen, edhe nëse ai treg shkon në down, ti disa nga kursimet e tua, nga investimet e tua i hedh në këtë lloj investime dhe thjesht pret. Ama në momentin që ky treg do të rritet dhe shkon 10 fish, 60 fish, 70 fish, ti je prej atyre që thua un kam. Pra un kam investuar.
Dhe prandaj ne I themi që të gjithë që duan të investojnë, të kenë parimisht kulturën e edukimit, kulturën e informacionit dhe mos investojnë emocionalisht. Të gjejnë një mentor, të gjejnë dikë që ka eksperiencë dhe të orientojnë nga ai, sepse gabimet që kemi bërë ne këto 7 vite, të mos I bëjnë të tjerë dhe ja shpejtojmë kohën. Si ekspert investimit, çfarë mesazhi do t'i jepi të rinjve shqiptar, të cilët të ndjekin në këtë intervistë dhe donin të dinin, qoftë në mënyrë kontakti, ku të kontaktojnë për të marrë më shumë këshilla rreth këtij biznesi, le të themi? Shumë e drejtë në fakt, sepse unë nëse do të kthehesha 10 vite më parë, kur kam qenë adoleshent, do të kisha nevojë shumë për këto këshilla. Dhe këshilla do më vlenin më tepër. Këshilla që unë do të jepja të rinjve është që të fillojnë të mendojnë seriozisht për disa plane ose burime investimesh. Për disa burime të ardhurash. Mos ngelen vetëm me një burim të ardhurash, sepse kjo të vonon në kohë. Dikush mendon, ok, unë do vazhdoj shkollën, më fal, dhe kjo është një temë shumë e diskutueshme, dhe në kafe diskutojmë shumë me çunat. Do vazhdoj shkollën, të mbaroj shkollën, pastaj të shoh çështjen e punës, pastaj të shoh biznesin. Po si ka mundësi që një njerëz kur vazhdon shkollën, paralelisht di dhe të gjithë emrat e futbollistëve, di dhe të gjithë emrat dhe personazhet e Big Brother, di dhe të gjithë emrat dhe llojet e makinave. Atëherë do të thotë që ky i ri ka kapacitet. Thjesht ne ja kemi mbushur me diçka tjetër. Si ka mundësi që ky i ri përveç shkollës di shumë gjëra të tjera që nuk I sjellin të ardhura, ndërkohë që e vetmja gjë që I sjell të ardhurat, që janë investimet pasive, sipërmarrjet online e kështu me radhë, ne I themi prit tani të mbarosh shkollën pastaj. Dhe mendoj se kjo është e gabuar. Ka qenë e gabuar në traditën tonë dhe mendoj që paralelisht edhe me shkollën të fillojnë të mësojnë dhe të investojnë part-time nga pak, nuk ka rëndësi sasia që investojnë. Por të marrin dhe kulturën e kësaj infrastrukture. Eksakt, rëndësi ka që mësojnë kulturën e investimit, kulturën e punës dhe këshilla e dytë që do jepja është le të gabojnë, sidomos për prindrit, se kanë frikë mos gabojnë. Le të gabojnë sepse nuk kanë se si të mësojnë ndryshe. Edhe me vlerat vogla, le të gabojnë, le të humbin lek, sepse kështu do ta kuptojnë se si humb leku. Se ndryshe, nëse nuk kanë humbur asnjëherë, nuk kanë gabuar asnjëherë, nuk e dinë cila është e mira dhe cila është e vlefshme. Por mesazhi kryesor është që të bindim moshën më të madhe që kriptovaluta nuk është skedin, se mos e ngatrojmë me skedinat. Ajo që ti e them më përpara. Po patjetër, tani ka edhe diçka për faktin që ato janë 14 vjet në treg, do të thotë që kur Bitcoini shkoi në $125,000, edhe gjyshja ime e kuptoi se është diçka që ja vlen. Dhe më tha gjyshja, "Oh, bravo ky Bitcoin tha, ja vle ka diçka e tillë." Për arsye sepse ne kemi kaluar ciklet dhe kur Bitcoini ishte $3,000, thoshin do shkojnë në zero. Më pas kur u rit $63,000 dhe shkoi $16,000, thoshin do shkojnë në zero. Dhe sa herë që ka patur rënien Bitcoini, thoshin do shkojnë në zero, mirë, po ja ku jemi pas 14 viteve, dhe jo vetëm që nuk ka shkuar në zero, por ka shumë institucione që e kanë updetuar dhe ka shumë biznese që janë updetuar me kriptomonedat sepse shfrytëzojnë transaksionet e shpejta. Fatjon, unë të falenderoj për çdo mesazh, për kohën tënde. Koha e një ekspert investimesh është shumë e limituar sepse ti je gjithkohë duke komentuar, duke krijuar content për të informuar njerëzit edhe gjithashtu duke u marrë me çdo plan biznesi. Faleminderit ty, por ne prandaj çdo të rinj që të të kontaktojnë në rrjetet sociale, të cilat do jenë të afishuara në ekran, dhe të falenderoj shumë për kohën tënde. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues të emisionit Bardhëzik, ishte fillimi sezonit të dytë të kësaj puntate të jashtëzakonshme. Ishte me Fatjon Gadillarin, ekspert investimi, I cili na foli rreth këtij tregu shumë interesant dhe për çdo informacion mund ta kontaktoni në rrjetet e tij sociale. Falenderojmë të gjithë ata të cilët na ndoqën në 37 shtetet e Amerikës, në të gjithë Europën dhe Shqipëri, Kosovë, në të gjitha platformat tona televizive dhe në IPTV. Unë jam Aldus Rollari dhe do të jemi përsëri episodin tjetër. Faleminderit për vëmendjen dhe dashurinë tuaj.